Janë mirë se na erdhe në emision, ose më mirë me thonë mirë se u riktheve, edhe pse na ke munguar një periudhë 2 muaj nëse nuk jam gabim. Edhe tim ke mungu mu, dhe jam I lumtur që Po shihemi prap. Po. Tema që e kam zgjedhur sot, pa humbur kohë që thot Naima Bozi, është sistemi arsimor. Yes. Edhe nuk u diskutu shumë ndër shqiptar është sistemi arsimor, cilat janë të mirat edhe mangësitë e tij. Amo në botën perëndimore, sidomos ka pas shumë debat për sistemin arsimor dhe domethënë u kritiku, por me një qasje kritike. Mas pori pse nuk ka pas në shtë debat për që sistem të shqiptarët, qoftë Kosovë në Shqipëri, pse ka që si mungese. Shumë pyetje mirë kjo. Edhe derisa e ketu e bo prezantimin isha të menu për shka nuk ka një zonë kritik edhe të nash kur shka në botën perëndimore. Edhe po menoj tash, s'u menu ma herët, në është arsyeja kryesore është përvujtja e shtypjeve për gjatë historisë le temi, ajo ideja që jemi mësuna që Turkis na kalon shkolle, alfabete ku ta di une, pastaj shkau na I ka zaptu shkollat, e si kalon me shumë shkollë në përshpia jun ka njek mësimet 33 para luftës po flasim, ka kriju nështë një sentiment ma të nalt, një dashni ma të madhe ose ta quj idolizim të shkollës, të shkollimit të na, dhe për këtë arsye dhe në shijet me çfarë përvujtjen për gjatë viteve për shekuve, tash nuk guxon me shati se e kena fitu me mund me një farë mënyrë, është ky aspekt emocional pse të na nuk ka debatet të saj natyre, sepse kur e sheti debatet ose diskutimet, me thonë, është më mirë në televizor, kreta janë zakonisht qysh me e formsue me përmirësu kishe sistemin shkollor, po asnjëri nuk e kundërshton në bërtham a është që ky format, që ky sistem shkollor I duhuri dhe I nevojshmi për fëmijët tonë. Në botën perëndimore është më ndryshe. Për shumë arsye, një për arsye është zhvillimi I dijes në forma paralele, domethënë nuk ka një kanal të vetëm zyrtar që veç aty çka do qoftë që boron për asaj është e aprovuar, sikur që ka mujt me qenë në një shtet komunist le temi. Edhe njerëz gjon critical thinking është në një nivel tjetër mendoj ani, do të thonë te na ndoshta edhe aspekti ekonomik e bën vetën po ashtu, se ti e bën lidhjen e domosdoshme që duhet shkolla për më të kon puna, në një farë mënyrë, kështu që pasoja ekonomike që mund me të ashti frikën se ki me pas një jetë goxha ma të vështirë nëse je pa shkollë, po është hamallit të dërkujna që të nëdin, I bën njerëz me kon shumë pro shkollë të na, e jashtë kanë një farë lloj guximi në navigimit e të manovrave, adin pak ma relaksume, ma revolucionistikisht me thonë. Më në kjo kështë më konë arsyeja kryesore. Edhe, po... Devo nuk konë edhe krenaria modhe me konë dikush është fakultet, konë një djallë fakultet. Më thonë që dashnia e modhe që... Po keme kohën që ka nisë me Uzbejnë, është të shku se cele? Pikrisht. Dhe kjo një prej problematikave që unë mendoj të perceptimit që ekziston të masa, të njerëzit. Po nisëm jo vetëm masa të opinioni gjon, po edhe në akraballëk edhe në familje, nëse nisësh, nuk e di për ty, po për shembull përvoja jeme, baba jem është mjek. Edhe dashamiri diplomave, adën. Ka pas qef me pa letrat, ka pas qef me pa peshat, ku pas të kushtuar më kon nxos shembullor unë në shkollë fillore të mesme. Nuk e ka lidh si inkurajim ose si kërkesë që e ka pas Karshimej, nuk e ka lidh asnjëherë, në sa e kujtoj, që punën e ka me pas pensionin e sigurt e ku ta di unë jetën më të mirë, veç e ka pas qenë me pas unë rezultatin e shkollës. Ama në rrafshin tjetër, prap për rrit familjes e të rrethit, është ajo pritshmëri që ti duhesh më konë me shkollë, për më mujtë më konë me prestigj, le themi, me autoritet, me punë të mirë, me jetë të mirë. Okej, kushtimisht. Unë për veti nuk e kum pas këtë ndjesi asnjëherë me ton drejtën. Kur se kum pa le themi outcome-in jetës teme që është e lidhur me kryekput me shkollën. Në shkollën e kum pa edhe filloren edhe të mesmen për hatër babas tem. Kështu në mënyrë ekskluzive. Bile edhe fakultetin ushtrin specifikisht të MK në akademi më shku për hatër të babas tem. Pse do isha ai letnijet krenar për mua nuk ka pas ndonjë farë stimulimi. Okej, akademia ushtarake po, aspekti ku ta di unë, atë dashurisë whatever, po fakultetin që e kam kry paralel me to, nuk kam menduar që përmes saj nuk kam e ndërtu jetën e përshtatshme për mua, atë. Te masa ekziston kjo pritshmëri. Qofshin lidhjet e punësimit, që po them në aspekti ekonomik është shumicën e rasteve, ndoshta është aspekti emocional që tam historik të na që me mundi kena fitu alfabetin tonë, atë qyren ai kena kont persekutuar tash i keni në shkollat shqipe.
Spoku që ashtu e kena mësu. Po, sakt, këto bëjnë të ndjeshme, po ata me magar që kanë shku udha e shkronjave, mi shu shkronjat alfabetit. Edhe është e kuptueshme adin tek masa, se mendimin kritik që e përmenda zhvillohet kur ti krijon një lloj guximi për me e vu një pikpyetje ndaj asaj që të servu si e vërteta absolute le temi, adin që ky format i jetesës duhesh me njek shtetësuri për me pas kretë rezultate kështu me radhë, kur i pranon ato, ti ke me shku me turmën. Kur merr guximin për me ngrit një pikpyetje, me thonë ka dalë se ndoshta ka edhe një format alternativ, fillon të zhvillohet çaj mendimi kritik. Unë për veti as pa i dhon kredit vetvetes si inteligjent. Po në klasë 4 ose 5 nëse s'gaboj, elementi i parë ku kam filluar me menu që ka dalë se ç'kjo nuk tingëlloj, nuk më rezonoi mua në moshën time 11 vjeçare në atë kohë. Kur tha arsimtari i historisë Skënderbeu e ka pas shpatën çast rond, s'kan mujt më ja bajt 4 tursh. Si fëmijë që provojmë i vizualizu gjonat, në shumica e fëmijëve, edhe provojmë me bëj analogjit vizuale, unë kështu menu në atë kohë se harroj kur ndjenjen edhe rastin, prandaj e baj me veti këtë historia. Qysh ai kanë bërë rend 4 tursh, i kanë thonë mani krahët kështu edhe ja u kanë shu shpatën e Skënderbeu ndora, ata i on rrëzua, qysh e kanë mat atin. Kjo patlin pyetja në moshën në klasën e 4 ose 5. Pastaj kur vjen ma vonë ti edhe e sheh që ka dal. Jemi të mësu prej një shabloni që është një le të themi një kazan, kanë gjuj do far mallna aty, sepse dikush ka determinu që çto janë dobishme për mua në jetën time. Edhe fillon edhe ngret pikpyetja, a është çka për ne më e vërtetë ajo? Për shembull, ameba, një qelizore, 3 qelizore. Why the fuck do I care? Në princip, me menu, është mirë me pas general knowledge, me pas njohuri të përgjithshme. Po shkam haleshi mu për amebën. Ata thanë ty për fotosintezën, për shembull. Sinqerisht, po të pyes, çush e përkthen dobi drejt për drejt në jetë. Ti e din si histori, se e ke mësuar biologji në klasë 5. Po çka të ka përkthy, ku është end rezultati përfundimtar që ajo njohuri ty të është përkthy në dobi të drejt për drejt për me ta ngrit cilësinë e jetës. Po ose këto lumi danobe këto. Po, mu krenu nështë me dikon tavolinë, dhe me thonë se ky ka njohuri të përgjithshme, i një kryeqytetet dhe kreqyteteve të botës, a i dallon flamurat e din cili shteti. Në rregull, po at the end of the day, atë shton bukën e temin tavolinë, atë shton nuk shton. Kjo u kon pikpyetja e dytë, mas asaj historisë me 4 shpata, me 4 tursh që s'kan mujt me bajt shpatën, ka qenë pikpyetja edhe për shka jem të mësuar në disa gjëra që për shembull kimia, por edhe specifikisht nuk më ka, më pas 5 në kimi, unë e ku mësu me zellë se nëzos shëmbulloru dhe shke me marë 5 që dhe aty. Po a dina i sendëm prej kimis tash, që di hët 2 oja që jep ujna, that's it, mjafton për me vazhdu mund saba, me vazhdu rrjedhën e ditës. Me këtë aspekt, që e pyetja pra, kush ka qenë entiteti që ka determinu se çto që jam të mësuar janë të duhura për mua, ka filluar me rënin si dyshim, dhe atë kornizën e parahatis me sistemin shkollor, po flasim, jo me shkollën si aspekt i edukimit edhe i arsimimit e i përfitimit të dijeve të njohunive, po si format i përcaktuar prej dikuj, vullën ja kum vu në master kur isha në Vjenë, kur fillon më ngrit dyshime nga aspekti shkencor, edhe që shprodhohen rrugët epistemike, që vjen deri tek vërteta, te dija etj etj. Aty veç ala më shumë u thellun, edhe profesorat në këtë pyetje, edhe më veç filloj me marr një pozicion tjetër. Edhe çështja ime karshi shkollës, që sot nuk jam kundërshtar, se organizoj le temi një protest kundër shkollës, po a e shoh me ndjeshmërinë e njëjtë që për shembull vajza ime me kry shkollën, a ka konsekwencat që kena menu para 30 vjetë, jo, as menoj as për ngati, si ti shkoj shkolla mirë, si mos ti shkoj shkolla, prap mirë, chill është, bila jo më pyetën pse baba ti s'po nervozohesh kur s'pi bëj detyrat e nona po nervozohet, atë pse unë jam i relaksuar me këto që i thash tash. Po, do më thonë shtrum një pyetje shumë, një çështje shumë interesante që ke kimia, që besoj që 70 ke mësu kimia dhe ke që mojnë në menë shumë pak. Me morëm vetë si rast kimia. Po ka shumë e shumë tilla. Po për shembull nëse mësëm programim për jalon 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, ti qatë dije është në funksion ashta për 50 vjet e ardhshme. A këni po mësën 10 vjet për diçka që mas 3-4 vjete, eventualisht 10 vjete, s'ke mojt bashkësan kur gjon men. Çka na duhet sot shkolla në çet sistem arsimor? Menoj kjo pyetje pikërisht ajo që na shtyp pastaj te kanali konspiracioneve.
çka na duhet shkolla, se shkollimi, të mënoj kur flasim në temi kundër shkollës si organizim, si institucion, që është problemi jem, që përmenda si shoh kurrikula temi, dhe një për probleme. Problemi tjetër, po flasim është ndërkohë. Pse na, duke veç për ngrit pyetjen ose na elaborojmë më vonë, okay? Pse na besojmë që njerëz që janë përcaktuar në pozitë aty, janë më të mirët e mundshëm për me na i dhënë edukimin e nevojshëm fëmijëve tonë. Kjo debati kyç është, për te asaj kush janë ata që kanë përcaktuar kurrikulën. Kështu që unë mendoj që shkolla për neve nuk na duhet. Që thash edhe për evladin tem. Më ka shkon shkolla, nuk në shkollë për mua nuk shon shumë pesh. As nuk e du ma pak, as nuk e du ma shumë fëmijë. Është fëmia jem, mendoj që kam mënyra tjera dhe metoda që muj me ia dhon një orientim fiks që më i përkthehet në dobit të soja, të dy qikave, të tyre. Prandaj, ajo që unë kam probleme me shkollën, është që është pjesë e një sistemi të predizajnum, e temi 150-200 vite më parë, edhe për me i fut njerëzit në një cikël që i bën të kontrollueshëm, që i bën të menaxhueshëm. Se kur e mendon ti çka ndodh brenda një rituali ditor shkollor, apo e ki orarin fiks, e ki formatin se çu shkimi ul në klas, e ki mënyrën se çu duhesh me ngrit pyetjen, çu duhesh me lyp leje për me shku në banjo, apo kupton, është një farë lloj mini strukture që i shtin pastaj dyshimet asaj që quhet behavioral psychology, psikologjia e sjelljes, që është full konspiracion vetvetë, më thon, nëse futesh me i lexu materiale të tilla se çysh eksperimentet në kohën e nacizmit e para saj kanë bërë me njerëz për me e pa se sa mundën me duru njeri, çysh mundën me duru, çysh ndikohet për me marrë vendim të ndryshëm për asaj që ka mujt potencialisht me intuita e tij, instikti i tij i natyrshëm me ia dhon. Edhe shkolla e ka një predisponim tillë. Kjo pozicion që ka unë për të. Prandaj, a duhet për me atë limitohet jeta nëse nuk je me shkollë? Jo. Këto e kemi pa në shumë raste, si për shembull njerëzit më milionerat, më miliarderat e dynjasët, secili është pa shkollë, fakultetin specifikisht, okay? Nështë fillorën e ka kry, po ka dhe për tyne që janë high school dropouts, që i thënë në Amerikan. E ka lënë shkollë mesme, s'ka pas të ntruar entuziazëm për ato që po ndodh brenda entitetit të klasës, edhe u bë nështë një ndërmarrës i jashtëzakonshëm. Edhe tash i lexon libra ti për biografinë e tij, për storyt e rreziqet e ku ta di unë investimet e tjera. A do me thonë që jo parakusht për më konë pa shkollë, për më konë i sukseshëm? Jo, s'po themi ato. Po themi që ato që ky nuk e ka marrë, që e marrin shumica e fëmijëve, e që është modelimi i të menumit se çysh duhesh me ekzistuti brenda një strukture shoqërore, çysh duhesh me një dy gishtat shokëmësuese a bën me shku deri në WC, apo kupton? Këto nuk e ka pas ky. E që ja kalon ndoshta një liri më të madhe me të ndërmarrjes së rrezikut. Se kur edukohesh ti në 15-20 vjet, që duhesh më konë i dëgjueshëm, mos sjell mirë me arsimtarin se sta jep në shkrimin nëse ne marrësh notën indeks, ani që e ke kalu provimin, që ndodhte në plot raste, apo kupton? Ti pastaj çka po të je bëhesh i ndrojtëm, apo është i ndrojtëm, po. Po pavetdijshëm, domethënë krijon varësinë ndaj autoritetit. Exactly, je i dëgjueshëm, pastaj je agreeable pse se e din që duhesh me arrit çat në shkrim në indeks për me tu bë provimin që veç e ke dhënë, e ke marrë notën, po për me dal në indeks duhet më konë edhe disponimi arsimtarit ose i profesorit. Që kjo përgatitje ta formson mënyrën se çysh marrësh vendime pastaj ti. Do të din që autoriteti që shtojnë të naktu, që janë kret turki dozor, me ishmet nuk luhet ai gara se ishmeti e zë leprin me kerra. Shoni një farë fjalë. Ç'kjo është problemi kryesor. Ajo që unë po mënoj flas me çikat e mia dhe ju kallëzoj që jam relaxed nëse i përket notës ai ke marr nisha 2-5, s'ka gale. 5 të dyja me 5 shqyr zotit. Okej, mirë, po mësojnë, edhe ne kam marr 5. Po edhe nishi është për to. Do të thonë çfarë ditë s'ke mësuar marrësh nish edhe është fajin. Po nuk është finalja, nuk ndikon te raporti jam me ty. A din pse se ti je kreativ, të ka dhënë Zoti mendim kritik, shikos madhe specifikisht atë. Është inteligjent, ka kreativ drawing, vizaton shumë bukur, anglishtën të dyja të flasin bilbil, apo kupton, gjitha këto parametra. Kështu që nuk është raporti jam me ty, nuk ndërtohen mbas performancës tonë domosdoshmë në shkollë atje, po se vetvetja jote është ajo pse unë ty duhet, je vladi jam, a din. Mon këto problematika që e shohim në atash në për histori. Edhe pse kretë to story i din gjithë, nuk kemi të thonë kur zhor risina, atë. Pse njerëz më të suksesshëm në botë janë dropouta, qoftë shkollës mesme, qoftë të fakultetit, atë. E bën çat pikpyetje, e që unë për vetes jam razia. Spakt, do të thonë formati se çysh dizajnohet njeriu për me u bë i dëgjueshëm karshi autoritetit, dhe që thash end goal i përfundimtar i tij
është me i bot kontrollueshëm edhe të ndëgjueshëm edhe të menaxhueshëm, sepse kur janë të menaxhueshëm nuk prodhen konflikte për elitat e nalta. Kush janë elitat, plot elitat ndryshme, një grup i tyne, po janë stërvinat e dynjons, cilët kanë kuptuar që njeriu ku ka një lloj shtonze e menaxhueshme, që thot ai far Jovel Harari, sepse dia vetëm atë far këshilltarin e Klaus Schwabit, që po thot we have concluded that humans are hackable animals. Kështu po tekstualisht ai. Domethënë janë kafsh të hakeratme, që mund mi hakerat trunin. Përmes asaj që dashun behavioral psychology e metodat ndryshme të tjera. Prandaj shkolla po përgatit njerëz të cilët një kanë më kanë dëgjueshëm, 2 kanë më respektuar orarin, 3 kanë më tut autoritetit, 4 kanë më aspiru diçka që duhet më aspiru gati të gjithë unanimisht, për shkak që tesha ta shkon Prishtina mall, ai kemi shku te ajo lojna te këto lojnat, ai kon decil në qytet e ke vizitu, për me i fut me një fargore, që këta pastaj mos me pas më në vakt në jetën e tyne me pyetje kruciale. Apo kupton? Do kanë më marrë me çdo far fëmijërllëqët që mundesh me i quajt edhe në moshë të rritur. Domethënë që thot autorin që kena me citu ndoshta, John Taylor Gatto, që na kena me prodhu të rritur, po që nuk janë të rritur, por faktikisht janë me mende të fëmijës, sepse e shohim na moshanik tonë tu. Gara materialiste, gara e konsumit, gara kush e ka banesën, ku ka banesën, shtëpinë, cilat pushime i ka vizituar etj. Këta një man të angazhuar me çet mëvet, të pyetjet aty në problematikave që bëhen tërli lloj konspiracionesh e komplotesh mbi racën njerëzore, prej aty në elitave që i përmendëm, kërkush nuk nalet edhe më thonë ka dalë vetë, pse kena ardhur deri te kjo pikë, kush është ai pull the strings në prapaskën atje. Njëna për kritikave këtë që e myt kreativitetin e nxënësve dhe i bën këtë uniform. Këtë çështja e sistemin arsimor. Në anën tjetër edhe vetëm simdhoncat janë të kufizuar brenda kornizave të kurrikules. A mendon që kurrikula është njëna prej gabimeve brenda llojit të? Kurrikula është pjesë e atij procesi. Domethënë edhe me angazhu të fëmin, për shembull, klas sport, çika jeme, po duhet më ja bërë çantën unë kur po del për shkollë, se është çanta enorme e rond, apo kupton? Qa duhet, çajo çantë, çajo pesh, edhe është një farë, po mendoj që edhe këtu ka një farë psikologjia, në që mi pas 5-6 libra me veti mi marr në shkollë, mi bajt, ku bëdi une 7-8 kg, 9 kg në shpinë fëmija në atë mosh, për me mujtë me ta kryjl edhe kurrizin, bora, dhe nësë me tion edhe me hec drejti. Kurrikula on problem në veti brenda çitij sistemi. Prandaj po them unë, nuk është tu veç aspekti le të themi shkolla si orar, si rituale që ndodhin brenda çat një cikli mësimor, që është problem. Ktu është problemi kurrikula, kush e përcakton kurrikullën, pse pikrisht bashkë këto lëndë, apo kupton? Domethënë kemi diskutuar edhe temën e edukata seksuale, atë një problematikave. Që është në vijë me këtë që po them unë tash, domethënë me këtë planin ideor, çush me i marr fëmijët e dikujt e shumë njerëzve, prej prindve, mos me i loni impaktin që mund me pas familja, fisin tek fëmia, po me predispozicu dikush që është community expert, që i thot Gatto, domethënë ekspert për komunitetit, mësuesat realisht ose ata të nivelit ministror, që determinojnë se kjo është më e mira për fëmijët tuaj. Po çu shtoi ka Albinin zgjedhja, aman kena me ja marr fëmijët 12 sa. Respekt, pjesë komplet çati konspiracioni, komploti me thon, nuk ka teori konspiracioni, kjo konspiracion vetë, apo kupton? Domethënë një prej problematikave që hasim me njerëz kur flasim tema që janë jo konvencionale, është edhe shkuj keq kuptim. Teori konspirative. Jo më burr, nuk ka teori konspirative. Kjo është vetë konspiracioni, apo konspiracioni në unfolding, që në bërje. Njeriu në zgjedhje tha kena më marr fëmijë se ju më doni mua, e keni më dhon fëmijë 12 saat më marr unë. No, thank you very much, apo your majesty. S'ka teori edhe s'ka shans. Pastaj pyetja tjetër, që lidhet me konspiracionin e 2021-shit. Masi veç folëm. Për mu, Ardit, çka do të shoh që është e obligueshme ligjërisht? Ka një dozë a priori të dyshimit keqdashës. Kështu e shoh unë personalisht. Domethënë, nëse ligji duhet për me sforcu diçka, atëherë këtu diçka nuk është në rregull. Kështu ndjej unë. Sepse na si prindër, a kishe më kanë vladu i edukum me pas njëri, po, unë kam shef. Secili njeri në botë, nëse e pyetja kishe pas qef fëmin ton me pas me dije, më koni menshëm, apo po, kretë i përgjigjen po, kërkush nuk thotë, jo më në të jetë debil. Apo thon, pse ai aspiron prindi për një jetë më të mirë për fëmijën e vet se sa që i ka pas ndoshta vet. Tu nuk kemi asnjë dilemë na. Po a është ky formati më i mirë ai mundshme për fëmin ton, apo jo vetëm në Kosovë, jemi të folë në nivel global, s'po izolojmë Kosovën si rast.
Mirë po, a është formati i vetëm burr apo çysh ka ekzistuar njerëzimi le të themi deri para 150-200 vjetë? Çysh janë mësuar, çysh kanë përfituar dije të reja? A ke bënë këtë pyetje ndonjëherë? A u dash me shku me një sistem në ora 7 sabaj dhe në ora 1-2 ku vëdion sa zgjat orare tash, edhe me ardha ty një arsimtare, me ardh një tjetër, edhe supozimi është që secili prej këtyre që shkon në Ilan dhe vjen tjetra, këta janë eksperta dhe janë më të mirë të mundshëm për çat pozicion, që është duhesh me pranu si të vërtetë, që nuk është e vërtetë, e di me secilin matjen atin. Mos përmendi PISA on këtu që janë jo për indikacioneve le të themi që s'po performoj ka shkolla. Problemin tjetër që jelin shkolla për mendimin tim, po bëj digresion pa këtu, është pritshmëria që e mbjell te individi, që nëse ti e kryen këto, jetën e kit garantuar. Këtë bindje ty të merr bën me një farlloj pasivi, ti më nuk i guxim për me ndërmarr një hap tondin, sepse ke ndërtu një pritshmëri që nëse e merr çat diplom, ti më je i kualifikumi, edhe tash ty rrjedha jetave shka me të rrjedh livat. Po atë nëse o kështu, pse kemi papunësinë, atë pse kemi njerëz që bada folun te Naimi atë në emision me 2 magjistratura dhe thotë jam i papunën. A është ky problemi, a është sistemi problemi, kush është, ku buron ky problematik? Domethënë shkolla nuk po të jep ka ty me automatizëm një jetë më të mirë që ka aspiruti, as nuk po ta gjej ka vendin e punës by default. Plus tjetra që po të prodhon edhe ky i diplomum që jo me 10, edhe ky i diplomum me 6, me 7. Të dy këta janë diplomum, të dy e kanë certifikatën dhe kanë prodhuar një farlloj ekuivalencë, që është e vërtet, sepse ky është më i dishëm, ky jo më pak i dishëm, atë. Ky jo më i guximshëm në një sferë tjetër, ky jo më pak i guximshëm në një sferë tjetër. Apo domethënë, këta nuk janë të barabartë, ani pse e kanë kryer fakultetin e njëjtë, le të themi. Domethënë ka një varg në këtë rrjetën e paratis që komune me sistemin e edukimit arsimor. Edhe ajo shkëndia e parë, u zgjata edhe pak e mbaroj me këtë. Shkëndia e parë për këtë parahati ka qenë 2016, ishim shtu me një farë lokali me 2 shok të Prizrenit, edhe njëri prej tyre me përvojë të jashtëzakonshme jetësore, u kanë fakultet, ura çfarë di në jetë ka shkuar në Zvicër anë kënej, i kanë ndrur rrjedha pastaj me disa aspekte tjera. E në Burg, në Burg ka lexuar shumë. Për 7-8 vjet Burg që i ka bë, ka lexuar libra ekstrem. Edhe i ka filluar më u thellun këto farë pikpyetja. Edhe diskutime to për një shkollë model se çish do duhemi ja prezantoj kështu idenë më ja prezantoj Pacollit, çaj Pareli Pacolli me ndërtu shkollën e parë model, prit parës deri në 9-8-9. Edhe me thonë, nëse bëna funksionon kjo, atëherë e përkthejmë edhe në shkolla tjera. Domethënë me kryer një shkollë që e prezervon vetdijen kombëtare të gjeneratave të ardhshme. Excuse me, edhe thanë në proces e sipër. Po ja ka tha nonën para 200 vjetë u ka çuni far tipi atje në Rakizhi, që ka pi me sabat, këtë pike vetë. Otto von Bismarck tha dhe ka thonë që kjo është më e mira për ju, për fëmijët e ju. A unë e kam bëni Otto von Bismarckin për historisë kur kena mësuar në shkollë fillore atë. Po tash mujta me lidh çfarë pa Otto von Bismarcki me shkollën burr. Keni një pyetje kur pse thash Otto von Bismarcki? Ai tha ideatori i shkollimit me ja marrë fëmijët në mëngjes, si çosh 9 shkollë dalin 2 ata dhe si shefam. Më bëni kurioz, do ta tu hi tu këshir materiale dhe ashtu del që opa Otto von Bismarcki kur e ka bashkangjit Prusin, ka filluar sistemi që shme i bo proletariatin prodhimtarin fabrikën atë, e ka shti sistemin e obligimit, e ka bo shkollën e obligueshme. Çka ligjërisht, domethënë se çoj unë shkollë çikën, edhe ti, na dënon, na persekuton ligji apo se figuron emri s'po shkon shkollë ky e Vladi, me njerëz janë policia, ta marrin fëmijë çapo diun këtu të natësh, deri ku ka më shku tentakulat e shejtanit. Po e në që ta ka obligu ligjërisht. Më thonë, ai po din që kjo është më e mira për fëmin ton, ti nuk i ki qatë drejt. A në Zanafil, po ta me të pyet për Zanafilën, po veç e përmende, po du me të pyet për kur fillon, a është edhe qerida me në këtij sistemi, edhe pse qerida direkt nuk është dhe me thonë e obligueshme, kushtet janë që me obliguti me qunë qerida, se du të pa tjetër me punu gruaja dhe burr për me mbrej një farë standardi jetësor, kështu mesatar, edhe si ku e lën fëmin, obligoshin direkt me qunë qerida. Pikrisht. Më thënë, që është ajo gara materialiste e ma parë që fola, e që mendoj është për njerëzimin bashkohor, problemi kryesor është humbja e rëndësisë së substancës shpirtnore, të ndjenjes së ekzistencës e dashnisë njerëzore, le themi, putja e raporteve me Zotin, edhe pastaj fokusimi e obsesionizmi ndaj materiales, ndaj përvojave, okay? Domethënë kur e krijon ti si një lloj targeti le themi, për çfarë do arsye? Rrjetet sociale janë 10-20 viteve të fundit, po konsumerizmi e materializmi nuk janë 10-20 viteve të fundit. Kur e krijon si target që duhesh më kon le themi 2 herë brenda vitit pushime vjetore më shumë.
se janë të shku tjerë, dhe është normal. Vetit përshkojmë pushime një avë ditë verës, e nëse shkon me fëmijë kthehesh më i lodhëm se që është shkollë temi. Megjithatë e konsideron se çaj është pushimi që unë e kam meritu, pse është kalit mendja me menu kësaj. Edhe te aspekti i shkollës. E ke kry shkollën, tu e aspiru jetën e sigurt, mirëqenien më të lartë. Çfarë dush me bëu, tash dush me një karrierë. Karriera të obligon që edhe burri me punu. Po me qenë se ka inflacion, ekonomi, çmimet rriten, vesh një rrogë burrit s'mjafton. Burri mund të bëjë 2 puna, po këputët si vinë mësaj pastaj thënë as dreqit. Atëherë çfarë do më bë? Promovon futjen e gruas me punu edhe gruaja. Sepse duhen ty çato 2 hyra mujore për me mujt të më mbërrin nevojat minimale dhe pastaj me të mbet diçka për ato përvojat edhe për jetime të tjera. Çka çysh arrin këto? Kur për shembull nona është smunët edhe me këshyr fëmijën edhe me shku me punu, ç'a bën? Prezanton qerdhen se zoja do të më shku mademoiselle atje me punu prej 7 në mëngjes deri në 5 mbrëmje, kthehet tek putëm, ty ta ka kaput lidhen shpirtënore me Evladin, tek e bonin shkapje për fëmijës, plus që ja ke besu dikuj që tash te community expert i më parë, që ata e dinë më të mirën se çfarë është për fëmijën tonë, ani pse me një shablon i trajtojnë krejt fëmijët. Apo kupton? Unë kam 4 fëmijë, po për 2 çikat që janë në shkollë. Janë 2 karaktere ndryshme. Metoda e njëjtë e komunikimit dhe le të themi menaxhimit njënës edhe tjetrës dallon, atë. Njëna është më e marrë me vesh, tjetra duhet me bë kanë një rol për me ditë ku e ka vendin në mënyrë. Në një klasë që janë 25 në zonë. Exactly, ose 34 më duket njëna që kemi në klasë. Do të thonë është enorme. Çfarë është e njëjtë për të gjithë. Prandaj çfarë bëjnë ata prezantojnë. Ajo ma impresionuese e kret këtij diskutimi që po bëjmë për shkollimin, për shkollën si institucion. Oshi kush është sponsori pyetja. Me një përmendje origjinat. Origjina Otto von Bismarckin në Prusi, kur u kanë Prusia me Gjermaninë bashkë. Po ku ka marrë formatin e sotëm kjo? Pse kret dynjoja le temi sot operon sipas këtij sistemi 200 vjeçar të vjetër, të pa renovum, akoma. Kur gjithçka ka ndryshuar thuajse. Kur ka ndryshuar njerëzit, ka ndryshuar gjeneratat, ka ndryshuar, na kemi Gen Z, Gen Y, boomers, adin secila gjenerat, secili shkojnë për një njëjtin sistem. Modelimin ose le temi formën për më u shndruar në model e ka marrë në Amerikë. Me thonë, ajo që tash është më impresionuese është kush janë prezantues, kush është sponsori, kush është promoteri i idesë shkollimit të obligueshëm ligjërisht po flasim, okay? Edhe një herë me sqaru për audiencën, nuk po flasim kundër edukimit, po flasim kundër shkollimit të obligueshëm ligjërisht. Kush është promoteri? Është grupi i njëjtë, që e ka promovuar edhe shkollimin e obligueshëm në Amerikë, që e ka promovuar edhe punën për femna. Më thonë është i njëjti oktapod. I njëjti oktapod që i ka të shumë me rronjët në për kretë institucionet më të ndaja në botë financiare, bankare, dreqnare, kretë sherrët e dynjos që ndodhin sot, është Rockefeller. Do më thonë përfitimi i këtij sistemi është te ta. Absolutisht. Përveç të shtetit, do më thonë. Po mënoj, përveç te ta, sepse tash nëse mendon ka një hierarki këtu, ata, ajo figura e piramides kur flasim për Illuminatin. Do të konkretizu pyetjen, kush përfiton më shumë të këtij sistemi? Po fitojnë elitat e ndërmarrësve të mëdhej. Do thonë, ç'është ajo si piramida që do të më elaboru këto. Në çat piramidë kena pas folën këtu për fjalën e lirë nëse të kujtohet. Në atë piramidë është një elitë e paprekshme aty në. Do të thotë Rockefeller ose Rothschild ose secili do të shoh për këtyn specifikisht. Nën ta piramidën vijnë këto elita të tjera që na i aspirojmë tu menu që kena me mri në herë në statusin e tyre. Përfitimi pra i përshkallëzum. Tallën më të madhe marrin këta nalt, edhe vonë benefiti më i madh nëse s'marrin shumë tallë, që marrin ata ekstrem tallën përqindjen kryesore, është që po e mbajnë nën kontroll situatën. Këtë poenta për me mbajnë nën kontroll situatën, mos me leju prodhime të konflikteve, të zhurmave, se pastaj ju prishën renditjen. Këta duhet me pas terrenin e gatshëm që këta me provoku konflikte edhe lufta sipas nevojave në raste të caktuara. Për shembull thash dje, Pakistan India, apo do më e fundit, që në 2 vjet gati e kemi gjenocidin e Izraelit në Gaza, tash e prodhuan edhe një konflikt tjetër. Do të thonë kanë prodhuar konfliktin në Irak, në Afganistan, në Afrikë Qendrore, gjithka. Do të thonë sherrri pse se këta janë atje të paprekshëm, këta s'mundesh me ngusti. Sponsorët, bottom line, për me përmbyllje pyetje. Sponsorët e shkollimit të obligueshëm në Amerikë, Rockefeller Fondi, sponsorët e ligjit për me ia dhon drejtën ligjore grave me punu në Amerikë, Rockefeller, po ashtu. Pse? Për shkak të asaj që thash, komplet është skema që ti më vut për shembull te punësimi i grave, ka qenë ideja që e kena një boshllëk që s'jemi të mujt me inkasu taksa edhe prej një kanali tjetër. Pse se gratë po punojnë, gratë po rrinë në shtëpi,
taksa e ne të marrë vesh prej burrave. Atëherë e promovojmë idenë që edhe gradën me punu dhe ju një të barabarta dhe ju meritoni, i çojmë për lesh të dy, edhe burrin edhe gruan, edhe fëmijën ja marrim na ja ditë ja modelojmë, ja edukojmë se çu shka mu përgatit për mas 20 vjet, ai që mu kanë më i vyshëm e më i dobishëm se sa printe vet në aspektin e dëgjueshmërisë po flasim na. Kështu që për gjenerata, gjendja e botës ku është sot, do të thonë është ajo që e shohim na, që është mjerimi që i kanalizojmë. Edhe tash nëse për shembull ndërjon dikush thotë që po flasim na këtu, me automatizëm ti je kokra e budallës më burrë dhëut ka them se na jena kalit me e pranu këtë si të vërteta e vetme. Çish mendon ti me shku pa shkollë atë? Çish mendon ti ki me gjallnu pa shkollë? Kush ta bën ato? Kush ta bën 100.000 pyetje ti ngrat? Para se mi bën 100.000 pyetje nuk nalet 2 sekonda me thon ka dalë se ndoshta dikush atë s'po na e do të mirë, është sikur te vaksinat që e përmendet ti. I thosha unë me ta blej një hamburger diku, e ka blesh një hamburger te Aba këtu, whatever. Edhe po të nal rrugë një njeri që nuk pe njefti. Edhe po të çure, çej paketu më, hamburgerin ta kumlej për ty, je djali i mirë, respekt, veç e ka dashur urdhno merr. A e han ti? Nuk e han. Pse peshtin në krah diçka që s'pe din pikujna apo të vjen valla. Ngjashëm edhe te këto aspekte. Po, që thën tu pani rre për ata që kanë vesh, apo flasim për pikpamjet e mia, unë kallzova pozicionin tem specifikisht, për shembull unë e fundit. Unë nuk jam kon no vax. Kena folë në këtë për të. Jam kon kundër obligimit vaksinave për Covid që bëj këtë turisni shteti. Që tash jam no vax. No vax as proud as a motherfucker, apo kupton sa i përket asaj. Domethënë fëmijët e mi nuk marrin vaksinë. Kur e përjet në numër sa të kanë. Jam pishman të parës që e kum ngugruar se gruaja farmaciste unë edhe software engineer nuk më takon e çapo di unë ushtara, ka tip bone. Ja kum jo vaksinat dhe një vjet, fëmijët tjerë nuk marrin më. Pse? Se çajo dyshimi që vetëm e kam edhe atëherë. Dhe më thoshin s'kimë mujt me regjistru fëmijën në shkollë. E thosha fuck it. Okay. Lujna Counter Strike bashk, hajde bija bopës kështu. Hina aty bashk GG, kënaqemi, më sa unë të modeloj, që mësoj çto, çënja 4-500 libra që i kam këtu të shtëpia, kur ti më rrin moshën 15-20 vjet. Atë zgjedhë cila fush po ta klikën ty zemrën, çasaj përveshju, kret librat në botë që janë të mundshme unë po ti ofroj, po ti blej, ti vesh mësoj çto, edhe çasaj fusha dhe bëhet non e fushës saktuar, po kupton? Do nuk kisha tutën që ku baranon se ja kam dhënë vaksinën dhe s'ka më marr fëmijë në shkollë, I don't give a shit about it. Po njerëzimi e pranojnë, Arian, a ka në fakt dhonës në fakt që shkon arsimi para 200 vjetëve, para se me ekzistu ky sistem. Kjo pyetja shkon bro in hand me sigur e pata shoh orarin 9 to 5, për shembull unë jam kundër orarit 9 deri në 5 atë. Unë organikisht nuk ma duron organizmi jam. Edhe shujtë një pellac, një kokër bagle atje. Njeriu nuk e din njerë që kanë punu dhe me këty në ershë dhe tash e vajton këto që e ka tash atë. Se tipi konvenon. Ok, fajn, në shpëtom pe hekim kret në atën. Ka kon shef në duke taj. Çfarë shefi leshës, hamal po që e ka pranu sistemin. Po e nda, bro, dhe më thonë, ky ka pranu, ok, po të përshtatë ty në regull, çapo thomë unë është që kjo norm 9 to 5 nuk është e aplikueshme për kret. Ai më të fol për diferencat e karaktereve dhe të njerëzve. Nuk mundet një format i njëjtë më koni aplikueshëm për të gjithë. Po kur ki turistni, kur ki atutën që me Ishmetin nuk kaloj se Ishmeti janë zër leprën me bishte, gjitha kësi farë arketipe të debilizmave të ndryshëm njerëzve që i tutën eksistencës tyne edhe pranojnë ato që i servohet me automatizëm, atëherë ti njeke, unë s'po du me njek, atin. Ngjashëm edhe këtu, formati që shkanë mësu këty në ershit, u konë në për shembull mektebe, në Otomanllëk apo. U konë alimi i cili ka akumulu dije për një çapo di 20-30 vjet. U konë alimi tjetër me një region tjetër. Edhe tash ti i ke zgjedh 5, 6, 7, 8 fusha. Ai ke pa kur mësojmë për Aleksandrin e Madh. Kur mësojmë për ku ta di unë, ama në emën tjetër në si fart madhe dikujt. Në sultan. Në sultan. Po, çu janë sultanat Aleksandri i Madh? Ka shku pak te Aristoteli, ka shku pak te Kusherini te Zaki Aristotelit, apo kupton? Edhe ja çka i kam mësu ky? Ja kam mësu 5-6 lëndë, e din? Po. Astronomi, matematik, çka tjetër, gjuhën, prozën, atë i ka shtin 4-5 lëndë. Nuk i kam mësu 16 lëndë. I kam mësu 4-5 lëndë, në çdo 4-5 lëndë dhe u kon alim me një farë mënyrë. Domethënë ka marr dije specifike ekskluzive për 5-6 tema, cilat tema pastaj janë përkthy si strategji ushtarake. Nëse po ta ndërprej, për shembull se Aristoteli u nxënës i Platonit, po e ka kundërshtu gotin krejt pikat Platonin vetë nxënësi vet. Domethënë a shumë që në Greqi para shumë vjete u kon në mendimi kritik shumë i avancuar. Sot nuk guxon më u kundërvy mendimit mësuesit. Domethënë nuk ka mendim kritik nuk ka hiç çet sistem. Çka është njëna prej aty në të mejta të mëdha.
Po, se kjo koincidon me atë fjalën që na patën thonë ushtrinjeve, a din kur thosh aty, po vesh një gabim ti edhe vike instruktor për shembull, kur ishim në akademi ushtarake ka ditë, edhe thotë, "Çaj do po, pse e bën këto ti tu zotri, a din menova, nuk jeve menu dhe këti këtu, a din, ka kush menon për ty." Kjo fjalë jo kam pjerr, ka kush menon për ty. Ngjashëm edhe këtu. Ka kush menon për ty autoritetin. Po ta përmend një rast më të fundit, përmenda prevallën me ata vllaznin anë këne para 2-3 javë. Një pra aty në tha i kom djemt me një gjimnaz programimit. Ta dhe në shpi edhe une me program edhe gruja programer, me kjo kanë audon edhe prej fëminis, i kanë orientu, ka kombitir, edhe 2-3 gjuhë programuse i zotojnë bukur mirë. Kanë shku në shkollë tash mësus jap, ju ligjeron këtyne programim në web, okay? Edhe i thot, a din ti, më përgjirë, kjo thot, po unë e din që të përgjirë, interesant, hajtë del në tavolinë, kjo del edhe zhvillon. Edhe pi thot, kjo baba, e këshyra mësusin që shumë këshyri, wow, tha boni, mësusja po flasim, apo këpëtën? Edhe herën tjetër, ka dalë kjo edhe njerë, në rast bardë ces. Tha dhe kësa herë ja futa palitet, në moment që ka lidhë rreshtat, mësusja ka bo, wow, prap tha e mora vesh që se ka habirin me shkak të ndodhë mësusja. S'po dhe me shku në shkollë, thama. Më rështë, profili specifik po flasë, londa specifike, logjika, matematika, programimi, është një kanal i caktum. E ka pa që nuk e ka dienin, njohurin mësusja që jo të, që kjo duhet me pranu si autoriteti alfa omega i dijes. Ti e the single source of truth, i dhe në anglisht. Ti e burimi i vetëm i të vërtetës, apo prej perspektivës teme, dhe e shetë që qaj burimi i të vërtetës është jashtëzakonisht i gjymt. Atëherë qa, ku ki entuziazm ti me shku me ngu pordën aty, 45 minuta të kalzua jo, e veçanërisht për kurrikula të papërditësume le temi në shumicën e londëve atë, ka 3-4-50 vjetë. Më nërvesh, kjo është problemi në veti, apive. Kjo është problematika. Prandaj, unë nuk po bëj thirrje, le temi edhe le të kthehemi në metodat klasike se që shkanë mësu. Më për veti po, se autodidaktizmi më në që mënyra më e mirë të mësumës, pse se të lejon lirinë e manovrës, të lejon lirinë e zgjedhjes, nuk ta orienton binarin e skriptës ose materialit fix që ti duhesh me mësu për me arrit satisfakcionin e pritshmërisë që e ka autoriteti i mësuesit e profesorit e arsimtarit karshiteje. Mirë po e ki lirinë e zgjedhjes. Domthon ti menoj vetvete. Ti mas fakultetit dhe ti në fakultet. Cilën ku e ke përjetuar e temi dijen? Normal mas fakultet. Fakultet e kini silabos, kina thonë. Sakt, silabos. Edhe ke posë aty dhe libra që do shtu me lexu, do të thonë një komplet i kornizum. Pikërisht. Ashtu ki zgjedhje, ti zgjedh të çka po do të thosh, e sheh që hey, të hapet të dimensionit mendume, që mendimi kritik që bëu ti, e sheh që po ka marrë edhe në rrugë alternative, mo çka e kena pranuar si të vërtet na, po çu kjo e dhona tjetër po e kundërshton këtë, atë. Dhe këtu të hapet ai e vërtet me shiu të temi në zonin e dijes së ilmit që duhet atë. E shkolla këto nuk ta bën. Tash te çaj pika parë, një për me të prodhuar. Shau nëse është se dikush më kanë uritur për diçka, ti më thon diçka tjetër. Shau ti e ke dosh programimin, me të mësu me të dhon poezi me mësu me zër për mendsh. Sakt, po. Do të thon komplet diçka e kundërt kështu. Po nuk sasia e lëndëve apo vjen. Shkatësi për jetë. Po. Çon një fal lëndë tjetër, mëson shkatësi për jetë, njeriu dhe natyra, çfarë di si fal lëndë. Ruajtje mjedisit ose po. Hajde okay, çto po m'pëlqen si janë drejt për drejt. Po për shembull, matematikën unë kam problemin thelbësor, se e përmendëm kimin parë atë. Cilën do shoh prej tyne? Ku është end goal i saj? Pse duna me editu në kimin ose dikush një nxënës që jo me dysha mes di kalon klasën, për shka me ngu edhe ai 45 minuta sikur unë le të themi që nëse ma ka dashur kimin, të dy 45 minuta si stuba me u bloku në klasë të ngu burimin e njëjtë informatës. Për shka? Kur ndoshta ky ka një le të themi predispozit të karakterit, të mendjes, të kaçikit vet për diçka komplet tjetër. Po aki bëhet një ndërtimtar i jashtëzakonshëm, apo kupton? Pse më ngu për kimi o bërë kjo? Pse më ja mbyt fëmijëllëkun, fëmijës me çat alokim 5-6 orësh, e me hala më shumë më keq nëse e nisish edhe prej qerdhës le të themi, ose çfarë bëjnë qendrim ditor. Edhe tjetra, e çon ti tan ditën atje. Do të thonë ty po ti von 20 e kusur vjet, bllokohesh në një sistem ku ki ngema ti pastaj me pyetje me ngrit pikë pyetje e dilema atë. Jo, e ke pranuar sistemi, se sistemi u dizajnu për me të bëu ty me e pranu ato si të vërtetën e vetme. Po, edhe jam shumë do lëndë shumë të kurta kështu, që s'po di jam marrë shumë muzikën, ti mëson klas 5, 6, 7, 8, 9, në gjimnaz mëse për tonë, përdin, hargjohet ajo, ti veç po do me bo një farë zgjatimi pa lidhje kështë të saj. Ma aspekti madhështor është që adin, kur të servohet ty mërë me tonë që kjo është e mirë, narrativën ja japin asisoj që është në dobin e fëmijës tonë, adin. Like motherfucker, I don't know që ko ka në dobin e fëmijës tema, adin. Po s'kena le djenon e kosh, adin,
ku mo 40 vjet e di rrjedhën e ecunisë jetës teme, le të themi. Një prej argumenteve po bëj digresion. Unë e di rrjedhën e ecunisë teme, ta përfundoj fjalinë, edhe e di çka potencialisht mund të më kone mirë për fëmin tem, tu i njoft, atë ku i ka aspiratat, ku i ka ambicjet, për çka ka elan, për çka s'ka elan as pak, atë. Një doktor ishim të fol, masi e lexova librin e Gatos, Weapons of Mass Instruction, e ka një libri, armë të instruksioneve në masa, jo të shkatërimit, po të instruksionit. Doktori tha, okay, hajde që pihekim, çka me bo, unë nuk e di çka me bo. Unë nuk e di çka me bo tyve, veç e di që kjo nuk është... Që të pyetje kështë të bo, cilat janë alternativat? Po alternativat unë menoj që, për shembull, alternativa që mu kanë kjo, për mendimin tem. Nëse ata janë tu indoktrinu, dhe është indoktrinim, për bindet e mija o indoktrinim në shkolla, prandaj unë tash personalisht kom instanca, le temi njërë një javë, njërë në 2 javë me qikën edhe, që ajo më jep mësimet që i ka marrë prej mësusës, edhe unë i thëmë, baba, çtu mësusja e ka fut kota, dhe të nuk e din mësusja, çtu e ka në liber ajo, që ja ka përpilu librin ekspertat e ministrisë atje, po ka gabim, edhe ata e kanë gabim, edhe kjo ka gabim. Për shembull, ku të flasim të gjinit, atë, ai thotë që mush me ndru gjinin në edukimin seksuale, ku do të qoftë si farë dreshin lëke, po, unë ndërhyja të, edhe nuk e la, me ardhë me qatë bindja dhe me thonë, bravo, ngojë mësusën se mësusja ka mirë, jo, mësusja duhet me rujt vendin e punës, gjyna, jo, ata atje janë sherri kryesora, po kupton kjo veç ato, bo papagollin e aty në që ja kanë caktu tjetër kush. Prandaj çka është alternativa është që kjo, një e para, me e doktrinuti, me doktrinuti konform sistemit vlerave tua që kjo, mërvesh, sikur temat që i përmenda. Më thënë, ndërsa ndodhi indoktrinimi, mi kallëzu që është në rregull me mungu me marrë mungesë parësyshme, unë rregullisht i tham, atën, është në rregull me ta qit nish, nuk është fundi botës ajo, nish s'kem su, ajo ka pritshmërinë, duhesh mi ditë për mes trimësime, ti si ke ditë asnjëun, ta ka qit nish u kryj. Edhe nota nuk e vlerëson dijen, po angazhimin më shumë. Po s'ka të bëjë edhe me dijen, edhe mos me diti, s'po du me ditë më burrë, nuk po don me ditë kimin ti. Në rregull, I respect that, amorësh, e respektoj drejtën tonë mos me pas dy lidhje me kimi. A bën çeto deri në çet pik. S'ka atro elani le të themi, po supozojmë se s'ka në klasë 4 atë. Çika s'ka kimi, po s'po don me ditë kimi, as bën me respektu rregull, s'po ta don kimin. Çfarë po ta don, ku ta di unë. Xhuma, për shembull, çika më në xhum shumë e mirë atë. Shkruan storie, lidh tregimo, kreative. Për çka unë me obligimin patjetër me mësu kimin, mëse me detyrim. Por mes me ngel klasën merrën një dysh edhe respekt atë, kaloje plotësoj kushtin e dyshit le të themi, edhe për mua komplet në rregull. Unë këtë çështje e kam pas bën në fakultet për veti personalisht, edhe në master, edhe më ka lëvërdis shumë për të kallëzoj. Domethënë i kum pa lëndët 4-5 i kum identifiku që po ma klikin zemrën për ma knaqin, edhe i kum pas kushtin në qëto 4-5, nuk ka birë nënë që i bëhet ma motherfucker se una, bë kupton. Nënë aty ja falë qa shpirtin, për të tjerat e merë gjashin, e baj me krenarin, shpatëll, edhe ka përcej procesin, atin se po mduhet procesi, më nuk po mduhet me ngujuna a ja knaqja satisfakcionin profesoreshës atje, ose doktorit në master dhe, no, ama gjashin më mduhet për plëtsoj kushtin, unë as ko me hi me bo rival me ty në qatë lëndë, se kom atë ambicia, bë kupton. Po më duhet me i mësu që do tjera që po më interesojnë, metoda shkencore, ajo, e kjo, e key questions, whatever, këto s'po më intereson, më thënë që të qasje e përdori personalisht edhe me fëmin, edhe tjetra me rieduku në çështjet që janë dallashit me të ofrume për saj. Edhe mendoj, unë jam edhe kundër aty në edhe në shkak ka do print ardit secili OJC institucion arsimor që qel në kurs për matematika, gjuma, çapo di unë, muzika, gitar, fëmijën e ka të regjistruar aty por. Ne bëhej me 100 euro në muj shpenzon. A ke po këtë sa fëmia kur gjon në fund apo? Do të më bëni statistikë, sinqerisht, do të më këshini statistika ka për më në ai bas këto, atë ku kanë shkëlqy ata fëmijë. Unë asnjë kurs absolutisht asnjë kurs nuk e çoj. Asnjë parë cent nuk e shpenzoj pasha zotin për të asaj. Në 40 vjet i kum bë, në herë më kon 95 më duket. 93-95 me një 2 muaj veror kurs gjuhës angleze. Veç për me i rafinue gramatikisht atë në disa aspekte, se e folë që anglishtën edhe si 7 vjeçar, edhe ma, bibi, atë asë një kurs tjetër si kom njek, një gjashëm qasjen e kom edhe të fëmin, po du me thonë, në me u manual print edhe me menu, me këshyra, edhe ka dalë, qka është për një me përgjithsia jonë, a keme në përgjithsi për te asaj që ja kena dorzu, ja kena besu dikuj, edhe, u flasë një print që është kritik edhe din që ka një hile të temin prapa gjonave që ndodhin në bot, edhe, në alet edhe i mendon edhe i she, edhe i kupton, lexon, së që ko ka një farloj komploti, një farë qëllim keq pra pasken,
cili po do me na përgatit e vlat si sklever jo si njerëz të mendimit kritik e të guximit e të suksesit edhe. Arjan, anglisht e mos e përmendëm ku një për argumente për mua pse ka dështu sistemi arsimor. Domethënë pe klasës sport deri në klasën e 12, mësojshim anglisht, por nuk e di ka anglishtën kërkosh. Ata fëmijë për shkak me do filma vizatimor, me do 3-4 vjet e fol anglishtën rrjedhshëm. Sakt. Në 12 vjet sa ke mësuti për mësuesit në shkollë, mia për një vjet 2 për mëson YouTube, domethënë të në të shtëpia. Po shumë pyetje me vend kjo atë. Unë e pa të thon arsimtarët e gjuhës arabe në medrese. Ja vona njëtën pyetje. Ç'është e mundshme prof me 3 muaj kurs në gjuhë angleze, dikush që se ka haberën hiç për 3 muaj kurs dhe del edhe i lidh fjalët, atë komunikon me diko ku më shku, ku WC-ja, sa kushton. Në çdo sene i mëson për me komuniku në anglisht, temi nëse nuk e flet rrjedhshëm për 3 muaj 4. Arabisht 4 vjet medrese burr asnjëri se folshim arabisht në bilbyl atë. Bashka e ke këshyrë që metodologji të punës e që ti sistemi, që kuj liber adin, a është i duhuri, as është i duhuri. Në është ta o dash me bona i reformë edhe në qatë aspekt. Ja, tha, atër se arroj, arabisht ja ka komplekset e veta, për çfarë komplekset pa shemlin e Allah, edhe në pështobur me një semesër ta folim të hapim rrugë vetës. Jo, nuk u bon, dhe me thonë, kjo është problematika tjetër që po thonë. Mënyrat kreative që ju ndalë, për shembull që po thotë YouTube-in jo prej tyne adin, kur ti ki rrjedhë të vazhdueshme të temit materialit në gjuhën angleze, truni po fillon edhe mbas mimikave, po i bën lidhjet pa vedia, po e kupton çka do të thonë edhe pse s'e ke këshir përkthimin atë asnjëherë. Duhet më kon edhe çky një aspekt tjetër kreativ që e ngjall. Unë po përmendi që pozicioni jam, nuk jam i vetmi unë. Po e përmendi edhe këto mashënse ti ma përmende Gatton librin Dumbing Us Down apo. Edhe libri Weapons of Mass Instruction. Gatton mësues 30-35 vjet më thënë vetë mësues në shkollat amerikane. Ati i kanë lind dyshimet që e ka bërë pastaj best-selling author për mi qit këto 2 libra atë, që ku këna konto i marrë në qaf, domethënë e ka prun emocionalisht deri në pikë ku ndjehet që i pasna bo padrejtësia dhe i pasna hak tan aty në fëmijëve për 30 vjet gjenerata që kum kalu në për durët e mia, pse si kum kallxu që jem një tu manipulu edhe unë si njeri që jam të mënu që po kryj ideal të shërbimit kombëtar, pse i përgatiti gjeneratat e ardhshme. Ako këna konë të ju bo sklavër e konsumerist të denjë që mi ju qupare korporatave të mdoja, pse se ju materialin keni me shpenzu, keni me kursy, po do të statistikisht edhe njo, 35% e njerëzve që kanë kry kolegj në Amerikë, janë të pendum që e kanë kry kolegjin. Kur çdo tjetër që kanë gjetë në gatë për 5 borxheve, 50% kanë thonë që s'kemë mësu kur gjo të rej, më thonë, diçka që është e vyshme që na duhet në karrierë, më po flasim për 75% njerëzve që nuk kanë pa benefit drejt për drejt për saj. Edhe dalin këta që i kanë lënë pastaj fakultetin, si Mark Zuckerberg e ai tjetri ky tjetri, edhe ata i bën miliardat, e na tjerë jemi konsumus shfrytzues të aty në çata na i prodhen, këta pa shkollë na me shkollë na madishën ka dhënë. Domethënë kjo problematika. Edhe e fundit kret bro. Domethënë në rrafshin e asaj që tash para, sa i përket ekuivalencës. Është problem në veti kur mendon ti që qyre na jemi të barabartë, e kemi kry shkollën e njëjtë, fakultetin e njëjtë, ti e me 6-7 që, ky nështë me 10 që, të dy jemi të barabartna. Jo mërë se nuk matet kështu, adin, performanca nuk matet kështu. Performanca të më manë bas asaj që i afti për me prodhu, si vlerë shtu me e qësaj. Jo veç pse i ke pas 7 që ose 10 që notër, nuk më pas njërë në shkencë kompjuterike, bro. 10 që i ka pas. Pasha zotin, të shpe bastardizoj pak, po më ja pas këthy kompjuterin, mrapsh unë ja gjej ke pullën ku ka kompjuteri mudhes. Këtë 10 që i ka pas lëndet e programimit e databazave, këtë 10 që ka marrë nuk e di. Veç i ktheja kompjuterin. Mbas sun ja gjej ke pullën ku startohet kompjuteri. Lënë më bën diçka më komplekse ta. Çka do të thonë kjo? Edhe ai ka plotsu kornizën e pritshmërisë që e ka pas sistemi. Po jo ato që i duhet atij në specifikisht. Për njerëz që kanë dilemë Arian, do të thonë që nëse e lën shkollën, s'ke më bëu sa njëjtë. S'ki karrierë, s'ki çfarë mund na më thonë aty ne? A mund më rri njëri në karrierë edhe pa shkollë? Un po flas për fakultetin tim, shkencave kompjuterike. Diploma s'ka vi kur besoj, ja? Jo, asnjëherë. 90% e materialit që mësu aty, që 15 gati 20 vjetë që punoj, më thonë që su kanë ngrit asnjëherë kërkum atin, edhe që e bën një problem në veti. Mësaj pa ta përmend se dijat e tim do në podcastin e parë me Arditin në emision, që Google-i veç ka përqindja 3-4% ka shkuar njerëzve që janë pa fakultet të punu në Google. Më flasim një prej ndërmarrjeve më të mëdha teknologjisë gjigantëve. Ka kallëzon për një fushë caktuar. E di që s'vlen e njëjta, s'mundesh në medicinë më thon njëjtën, nuk po flas që është one rule, këtë poenta që po them nuk ekziston një rregull i vetëm që i aplikohet për të gjithë. Pikërisht, e përmendim programimin si ilustrim. S'po them që mundesh të bëj doktor le temi pa i hi për proceseve.
Po a ju në bo doktorat, le temi Avicenna, Ibn Sinai, a ka shku në fakultet edhe aja që ka bo, adin, që kjo pyte, me qënë se e ka shkru kanun fetib, kanuni mjekësis që e ka librin kryesor, e operimet e para që i ka bo, a u ka në fakultet edhe aja, e kanë mësu profesorat e i kanë goa mas në shkrimeve që shka ndodhë, por a ke mështru që të pytin një, a ka pas indeks, që të pytja a ke mështru në ere, kjo këtë ajo që po e ngrisë, no, adin, për që ti dimenzioni, qysh është arrit ky melon gjurmë në mjekësin bashkore, prej para 500-600 vjete, e sot i duesh me një brenda një struktura, a e ka një strukturën në jetë, aso jo aj për melon qatë gjurmë që është madha, a duesh pa tjetër ti. Këto janë ato pyetje që më ngris. Edhe një po s'kena me ndryshu këto, ti jemi të qartë. Let's face reality. Mas këto që kemi folë këtu, as nuk kena me ndryshu sistemin shkollor, as nuk kena me mobilizu njerëz me urrejt shkollën, le temi. Fajn, kanë me ndjek, kanë me aspiru pensionin e sigurt. It's totally okay, adin. Vesh po flasim prej atyne njohunive dhe të kuptumeve që kemi bo, adin se që ky sistem nuk ka burë i vetmi dhe adin. S'po ku mja hop një farë dritorit me ndimit, se nështë është qështu. Sakt, edhe për me eliminu, për shembull për veti, me qenë se tash pritshmëritë për sistemin shkollor i kam lo. Unë e vlodit tem kur ti flas, i kallëzoj që mos ngrit pritshmëritë që jeta ka më konë super glamuroze për ty, veç pse i ke kry le temi 16-20 semestra sikur që ka kry secili tjetër. No, ku dalish këtë pjesën një jetës, ato që i ke mësu, kur buakis kanë me të dashtë asnjëherë. Prandaj me ul nivelin e zhgënjimit, sikur ai që ata lexuat koment, unë me 2 fakulteta, me 2 masterta, edhe i pa punë, adën çet aspekt të zhgënjimit emocional, me prek realitetin me vakt, nuk e kiti pastaj. Se e din që shkolla nuk përkthehet drejt për drejt. Kjo më shumë flet për individin ashtu se për sistemin. Nëse ki 2 fakulteta, 2 masterë. Po mënoj edhe për sistemin. Për shembull, se të prodhon ti ka 50 veta të ekonomisë, të mësuesdhënies çdo vjet, apo kupton, se FSI-ja 30 xhallar për vjet. Ku kanë më shku këta? A jon kret cilësor, ka një varg pyetjesh këtu adën. A jon kret ekonomistat shkëlqym, pse kanë kryer fakultetin? A do me automatizëm ju gjet një vend punës aty. Janë një varg pyetjeve që mendoj shoqënia e ka pranuar sistem pjesën e parë, pjesën e dytë pastaj janë të pakënaqshëm. Apo kupton? Jo këtu ko komplet për shkallëzim, shallën se për gjuhën letërsi, mos jam në një asaj fushë, hopën 20 vende të reja të punës në vet. Janë ashta janë kon deri vën 80-100 që kanë diplomu. Do të thonë 80 ku i ke lënë ti. Sakt, po, shko pikë pyetja atë. Boa ky ka pas më shumë hajër për një individ. Mos më shku më u bë pjesë e një le temi, çfarë mi thonë asaj, kazani ku përshihet ajo kaçamaku aty. Po ka mujt çdo 3 vjet 4 me i kanalizuar diçka që është në vijë me anën kreative të tij, edhe me kapacitetet e tija fizike e intelektuale, okay? Mos më shpenzu 3-4 vjet kohë shkoja si AZMP-ja në fakultet, po më ja dediku çati zanate që e don. Po ku e din bot ky the next IKEA le temi, a ka marangozllëk në zdruktarin më të famshme në botë, mas IKEA-s dytën. Se si ka harxhu 3 vjet. Po jo, ku ka ime pritshmëri që ka më kon në faklia. Ka më kon në faklia ku ta kry fakultetin. Edhe pastaj që ti 25 vende të punës nivel kombëtar, 80 diplomum. Kush? E mos të dasim që edhe para 4-5 vjetë, çdo vjet përpara ka pas 5-6 që kanë met, atë pa punë dhe ata, ku kanë me shku këta? Në kjo është problematika që pjesën e parë pranojnë si të vërtet njerëzit, individet, pjesën e dytë nuk dojnë me e pranojnë si të vërtet, që nuk është kjo rezultati që të qelë këtu. Kjo është vetë iniciativë, kjo është një rezultat që tjetër qysh duhesh me arrit. Është tabi se që me thonë, është një farë depresioni, thënë post diplomek, të psikologët, unë me konë që kjo, ti e rrit me qatë farë, ke mësu me qatë që ke me him punë, i maj mirin qatë fushët tjere, momentin që po diplomon për shetë që po me të kërkon heqë kështë. Po, ta dhinë vetëbesimin, atën, me në që një farë kokë akrua, ti kryon një identitet, e ke po, tojnë, jam të studiun, bachelor është të të studiun, shkalesh jetu studiu vëllati, jetu e njek qatë syllabusin që da e ti, mësoj që ato skriptat për mensh, merë notën me agjen dhe jemi në rregull, çfarë studimit hamamit bën në të pikë. Studimi nuk bëhet në kornizën e para të përcaktuar. Studimi bëhet kur ish gjun kitabet edhe fillon e zhbieron atë çaja studimi. Tash ai tu mënu që jo të studiuaj, ti vore që ka kriju në Katunde në Mahall kur u kthy janë, na? Do tash e ka kriju fakultetin edhe pyesin këtë, las se gjet vendin e punës, a? Imagjino ti, edhe pse sta thonë është aty drejt për drejt një pyetje e tillë, po e nin ti tërthorazi që ja kanë thonë nonës tonë, ja nusës agjës, ja hallës, ja whatever atë. Edhe të kartë i fjallën vesh, po, jo çdo ditën e vetë. Se të veç ka i të bo, se a i të punu në isa nëse diçka me njëherë që të ndeshët. Pa, saj, në më thonë, kretë poen të avë me kuptu na, i riu e reja që mësë me ngrit prishmërit fiktive me thonë që jashtë nëse i kina e të njofshëm, sepse në këtë botën funksionon
njoftësia, domethënë me nepotizëm nëse se ki atë punën se ki të garantuar. Kështu që pse çfarë fakulteti nuk ka i destinuar për me ta siguruar vendin e punës. Edhe pse edhe ajo relative, domethënë se është i njohshëm në pushtet nesër s'është, ose vdes krejt ose. Po e ndonë që nëse keni me të njohshëm pushtet aspektin e servilitetit e merr si karakter për nësi character trait, atë po e merr si e merr si veçori të karakterit tonë, e mishron me vetvete. Edhe mësaj bëhesh i adaptueshëm se cilin pushtet që kësen. Si ujë. Ja, pas ujë, jeti edhe ti rrnon aty, është 50 vjet ka shërbyja në shtet, halal të kota atë. Sepse secili pushtet u ndru, po ky ka kriju mekanizmat që e majnë afloat atë. Sa i vogël, që për ata nuk ka krizme, no? Kush e ka ndaj kushërin ku nepotizëm. Ama tjerët duhet me ngrit pyetjet, edhe me orë në përfundimet veta, po mënoj se unë po flas nga aspekti fetar e fundit, pe përmbyllim shumë sa kena bë. New York atë për Unë këtë problematikë e shtrova nga aspekti identitetit fetaro-kombëtar. Fetar 1, çka është përmbajtja e mësimeve që po na jepet aty. Kombëtar 2, a ka kalitje për gjeneratat e ardhshme për interesin patriotik nacional, çu më mbrojt vendin, apo kupton? A jemi të përgatitur çka pyetja? A jemi të përgatitur gjeneratat e temi për të ardhmen? Për këtu është si bërtham nëse më thonë e kret para atij që kam me shkollën, jo vetëm në aspektin atë për karriera, duhet, as vyn jetë, po na individualisht, unë si prind, çka të më bëj fëmijës tem potencialisht sistemi edhe kurrikula shkollore. Apo kupton? Do nga ky aspekt po flas, duhet me bëj përgjegjësinë dhe rolin që kemi si prind, nëse ata janë tu indoktrinu, na duhet me i doktrinu, me i vendosën binar, me i kallëzu që nuk është e vërteta absolute, merre mësoje, merre London, kaloje, next class, okay? Këtu i rikalibrojmë edhe njohunit edhe dijet për me i sfidu ato që t'i jep dora e hekurt, që na s'kemi fatkeqësisht input as feedback që më dhon atje. Faleminderit shumë. E pesta, edhe 2 i kena, shpresoj që kena një prapë në ritëm. DJ, kush është DJ? Më na fal që kena mungua. Mungesë me arsye. Eyvallah, faleminderit.